Me Maqedoninë rrëmuj, Bardhyli riktheu vëmendjen tek tokat e Epirit. Në 360 para Krishtit Molosët sundoheshin nga djali i Alketit të parë, Aribeu. Mbreti i moshëm deporton në tokat molose. Mirpo Alketi u tregua i zgjuar. Duke parë që nuk mund të matej me ushtrinë e regjur të Bardhylit, ai i tërhoqi ushtarët e tij dhe evakuoi popullsinë në tokat e Aetolëve. Pushtimi i Epirit dukej se do të ishte tepër i thjeshtë. Mirpo teksa ushtria e Ilire ishte e ngarkuar në plaçk, molosët e Aribeut i sulmojnë në befasi. Bardhyli tërheqi ushtrinë. Ai nuk do të kthehej më në tokat e Epirit. Në ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.